Ateistët vetë pranojnë, s'kemi gjetë diçka ma tranë se sa mja shkull njerit nevojën për Zot çka e ka. Ma let e bin 2 javë mos me angur buk, sa mi thonë, a mund është një ditë mos me menu për Zotin? Nuk muj, nuk muj. Para Allah, s'muj mos me menu e. Pra në të shmëria krimi dhe njeri a që ka Zot. Të Allahu Azza wa Jalla përmend në Kur'an dhe thonë fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Fitra. Në të shmëria njerit a që ka Zot. Pse njeri që ka këtë një zor, dhe një siklet, dhe një problem, ka i shkon menja dhe zemra, a tërmat e poshtë. Ka e të rejq, a ngren, të përbjen, ka Zot i vetë. Pra dhe ata të cilët nuk besojnë Zot, besojnë. Për çka këse, dhe ata kur janë zorë, ata e shkrijet ateizmi. Kur frigën, my God, më janë, dhe o thonë më janë Zot. Bog. Pra dhe ai që nuk beson. A di për çka? Se në kohën e musibeteve, kohën e spërovave, spërovat, telashet, problemet, janë ata të cilët e hekin plunin e ateizmit. Janë ata që perët e ateizmit e hekin dhe e zbulojnë në të shmërinë e njeriut. Pra njeriu është kriju për të besu. Në të shmëria e njerit përshtatët që ka Zot. Se nevoja për Zot është më e madhe se nevoja për bukë. Për këtë arsye vëllezër e shohim problematike shumë për shejtanëve e xhinëve dhe njerëzve, të cilët e luftojnë fejen e Zotit. A di pse e shohim problem hoxhën, edhe dietarën, edhe ata që thirrin në fe. Se thonë për me nxit njëri mu bë fetar, nuk duhet shumë. Ato e kanë studiuar shumë, a disa orientalistë ka studiuar këtë punë. Ka thonë nuk i duhet njerit shumë për me nxit me bë fetar. Ka thonë sa i duhet, një untit me ja përshkujt do buk. E tani vetë kthehemi te feja. Kush ja krijon njeriu të nevojën për fe? Zoti. E pse dalin problem me xhallar se thotë kia kujton. Ai tamam ka rrugë ja kujton. Ai ka humbur shprehje, sa të vjen i thotë, po ama ka Allah. Ai thotë po ashtu unt jam unë. Ashtu. E tani vetë kur është njeri unt, edhe i thu, a do buk? A ka njeri gjallë që thotë nuk duhet. Çdo sen që e largon nga Zoti vet, njeriu nuk e nin në rahatin në ta. A di pse? Se klipin të cilën të nëtën ti me 3 klipa menu e kije ti shpirtin tanë me një klip, jo me 3 klipa. Pra ta të realiteti nuk i ban njeri, si shka mundësi. Ala se kuptoj shpirti shenjë, Zoti, biri, vdiq, u ngrit, u qu, u fliju, pra vjen, ka hup, sash. Do të krejt këto palavra të cilët i kanë shpikën, s'ka mundësi që shpirti njeriut në ti pranon. A din arsija pse? Se natyrshmëria e njeriut është me besu një Zot. Para të thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka mësu diçka që t'ju tregoj që nuk i keni ditë. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Si të lafoshnja, si të njeri, kur të lindë, sa të del i pastër. Ka thonë ditor, shka del i pastër, i unë për të vërtetën. Andaj qysh del fëmija, min njëherë, kush i ka zonë fëmija? A shkollë kry njeri për me ditë që kur dilë shpi barkit nanës, qysh je ushqi mrena me në përmjet kanaleve me brenda mitrës, tash ushqejesh me gjinin e nanës, kush i ka kalzue? Ja. Sa shkollë ka kry fëmija për me pi gjin për nanës? Sa shkollë? Shka kry shkollë, instikto ajo. Apo? E ta në dhe zërë shiko, mone me, gjdo sen që Allahu Gjellë Gjellalu e ban instinkt, kur kursën e shkullë. A të shmaria njeriut, a që me besu Allahun Azza wa Jall. Parat komunistat, socialistat, të cilët ishim e një periud, në shekullin 18-19, që kalojshim, që se si thojshin se njeta njeriut në është materia, dhe përpiqen që njerëzimin të largojnë nga besimin Zot, ato e adharojshin Marxin. I adhoreshin partë e tyre. Për ata dhe sot e kësaj dite, ata kur kalojnë pranë tyre, pra idealeve të tyre, s'pa ku pa e ullë pa kryen, pa e luhat kryen zë le. E ki pa e luhat kryen, nuk e le. E kuptohë? A ti pse luhat kryen? Nisë të thikisht. Peq me kalu, e luhat kryen. Ta për ati për shka? Për çka këse Allahut ka kriju njerën me besu.
Dhe Allahu nuk e ka kriju njërin për besim. Allahu Azza wa Jall natyrshmërinë të cilën Allahu Azza wa Jall ja ka kriju, Allahu e ka kriju ata me besu. Ateistat vetë pranojnë, s'kemi gjetë diçka ma tranë se sa mja shkull njerit nevojën për Zot çka e ka. Ma let e bin dia mos me hangër buk, sa mi thonë, a mund është një ditë mos me menu për Zotin? Nuk muj, thë, nuk muj. Para Allah, s'muj mos me menu e. Apo, e tani vëzër që kjo, pinire, ku o problematika, do njëherë vëzër, njëri ju me ndonë se ushqehet, apo e ka gjetë ushqimin, po e ka gjetë gabim. E plotson nevojën e vetë me diçka të gabume. Për shembull vëzër, Allah e ka kriju instiktin të njeri për më ushqyje, me buk, me pi ujë, edhe më ushtue, edhe mbi këtë këta e ka bo nevojën e njerit për Zot. E tani, jo si cili që ka të folë për Zot, ato të quë në rrugën e drejtë. Sepse ka mundësi ti, për shembull, merret të ushqimi, nevoja jote për ushqim nuk duhet me ta hum kontrollin që të hash ushqim shëndetshëm. Vini re kësaj, se shumë njerëz manipulohen këtu. Për shembull, njëri thot, unë t'jam vlla ber çka dush. Jo, unë t'jam, po mos bjer çka dush. Edhe këtu njerëz ka thonë, unë t'jam vlla të të më dalin YouTube unë e ngoj. Qit ma kanë dush vlla. Pat ilm, s'pat ilm, unë t'jam. Jo, se nuk ban me hangër çka dush pse je unë. E as me pi lloj ujë pse je unë. Po çka do vëzër, edhe pse je unë, kontrolli mendor duhet me ta kontrollu barkin. Çka më thon, unë e unë t'jam. Po nuk muj me hangër çka do kopë, se mban dam mësën. Ata të cilët e mohuan kushtimisht ishte Firauni, i cili pretendoi se unë jam Zoti më i lartë, apo si shta se mi sjellni disa shkallë që të hipi në qiell dhe ta shiqoj Zotin e Musait. Që ta shiqoj Zotin e Musait. Dhe Allahu Azza wa Jall tregoi se Musa, se i Firauni në mbrëmsinë e tij, pra në shpirtin e tij e pohonte se ai nuk është Zot, po Zoti është Allah. Thot Allahu Azza wa Jall, wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Ata e mohuan gojarisht, ama shpirtërisht e pohuan se Zoti është dikush tjetër, nuk është Firauni. Arsia pse e mohuan Allahu Azza wa Jall thot, për shkak padrejtësisë dhe krijelërcisë. Pra ata e dishin këtë. Dhe Musa a.s. i tha Firaunit, ti ja Firaun e din se kush është Zoti i të jemi. Për këtë arsye Musa i kur pati takimin e parë me Firaunin, cilën pyetje Firauni të parën ja parashtroi Musait. Jo drejtu Musait duke i thonë, "Man rabbuka ya Musa?" Kush është Zoti jot o Musa? Pse se pyeti Musain me i thonë ja Musa? A beson në ti dhe e pohon se unë jam Zoti i mbarë botës? Mi i tha, "Man rabbuka ya Musa?" Pra shpreh atë të cilën e kishte shpirtin e vetë se ka që të rëzot pos Firaunit. A më përgjigje më intereson të Musait, që e përgjigj Firaunit tha, "Rabbi alladhi a'ta kulle shay'in khalqahu thumma hada." Ta Zoti im është ai i cili ka përsos në krijimin e tij çdo send dhe nuk e ka lënë të hutuar, po e ka udhëzu. Na jemi të rritur shumë për Allahun xhelal xhelal. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, nuk ka nevojë tek njeriu më shumë ti që i bën presion se nevoja e tij për Allah. Se nevoja e tij për Zot. Apo, kjo nevojë vëzër ndonjëherë ka mundësi me hub simptomin, nuk ka dhënë simptom. Kur njeriu për shembull ka begati të madhe, shëndet të madh, edhe thotë, edhe nuk mu dash ka shumë e shumë, apo a je kamrën, apo nuk i shfaqet. Kur janë nxjerr Allahu, apo ja çon një smundje, thot, shtash çysh i ki muhabetet? Kur doktori i thot, sa kur gjon dorën tonë, janis, o ja Rab. E Allah na përshkruan në Kur'an këtë, se shumë për njerëzve e fshehin nevojën e vet për Zot. Si Faraoni. Faraoni ka thënë unë jam Zot. Vini dhe vëzër. Me një faqe thot unë jam Zot.
faqen tjetër Kurani thot, o dhe të më pështoj Allah. Kjo njeri vëllezër. Dje ka thonë, së më intereson për kërkan, nuk e baj mal as një insan, e shef faqen tjetër, minjëherë. Kjo faqe tjetër në Kur'an një faqe, ama në praktikisht janë 1000 vjet, apo janë 100 vjet. E tani faraoni i cili tha, ena rabbukumul a'la. A tha, ena rabbukumul a'la, unë jam zoti ju e më i madhe. Mirë, tu fundohës ndeti, çka tha? Amentu bi ilahi alladhi amanat bihi banu Israil. E o edhe unë i besoj ati zoti që kam besu bitë e Israilit. A e thëtë Allahu shtasha? Jo, tash u kri. E tani dhe zërë, ku e murë ki tash me besu, ke ka pas mrejna për s'ka kalzue. Andaj ti e shetë çdo njeri i cili, kur është mbegati edhe se din Allahu xhelel xhelalu, ja bja Allah pozicionin, thot, e tash shiki meselët, apo, tash shiki meselët, ata i kthejnë njerëzit, i kthejnë njerëzit nevojës së tyre për Zotin xhelel xhelalu.